Ndërtimi i rrugës Katërkollë-Ostros dhe rikonstruksioni i aksit Maxhura-Iskje po shihen si dy projekte infrastrukturore të lidhura ngushtë me hapjen e pikës së ardhshme kufitare-Skje-Zogaj, e cila pritet të krijojë një lidhje të re ndërmjet krajës dhe zonës së Zogajve në Shqipëri. Duke folur për zhvillimet e fundit, Bekim Çobaj, sekretari i klubit të deputetëve të Forumit Shqiptar, theksoi se për rrugën Maxhura-Iskje janë parapar rreth 100.000 euro në buxhet për hartimin e projektit teknik. Sipas tij, procedurat e prokurimit publik tashmë kanë përfunduar dhe kompania fituese ka afat të caktuar për përgatitjen e projektit, pas e cilës do të dihet vlera e nevojshme për realizimin e plotë të rikonstruksionit. Ai sqaroi se rruga aktuale është funksionale por shumë e ngushtë dhe nuk i përmbush standardet e nevojshme për një aks që në të ardhmen do të ketë rëndësi ndërkombëtare. Atëherë këto mjete për buxhet janë parashikuar që me vitin e kaluar, bëhet fjalë për një shumë rreth 100.000 euro, e cila është dedikuar për realizimin e projektit për atë aks rrugor, e cila do të lidh rrugën kryesore me fshatin Skje, që është poshtë bus liçenit të Shkodrës. Sipas asaj që ne dimë, të dhënave që kemi, prokurimi publik ka përfunduar dhe të drejtën për realizimin e këtij projekti e ka fituar firma Civis, e cila ka një afat 100 ditor për ta kryer projektin, dhe pastaj, pas realizimit të projektit, do të shihet se sa do të jetë e nevojshme për të ndarë për të bërë ndërtimin e kësaj rruge, sepse është një rrugë e cila është në gjendje funksionale, por fatkeqësisht është tepër e ngushtë dhe nuk i plotëson kushtet për të qenë rrugë e cila planifikohet në një të ardhme të afërt të jetë rrugë ndërkombëtare, sepse planet janë që në Skje të hapet edhe një pikë kufitare e cila do ta lidh këtë zonë me Zogajt, gjithsesi malin e zi me Shqipërinë. Ekzistojnë sa i përket projektit, mendoj se ai do të kryhet brenda afatit, nuk do të jetë problem. Pastaj kur ta marrim vesh se sa do të jenë mjetet e nevojshme që duhet të ndahen për të rindërtuar rrugën, atëherë ne do të tentojmë që mjetet t'i parashikojmë në buxhet për vitin e ardhshëm. Normalisht kjo do të varet nga disa faktorë, sepse duhet një herë të shihet edhe se deri ku kanë arritur punët për të bërë të mundur hapjen e pikës kufitare Skje-Zogaj. Pasi në këtë drejtim ka pasur hapa, kohët të fundit janë takuar edhe antarët e komisioneve të përbashkëta, bile para disa ditëve ka pasur një takim, dhe të cilët janë dedikuar që në periudhën e ardhshme të intensifikojnë takimet për të bërë të mundur hapjen e kësaj pike kufitare, por edhe sa i përket projektit të urës mbi lumin Buna, i cili është poshtë një projekt mjaft i rëndësishëm për komunën e Ulqinit, edhe do të shohim se si do të jenë hapat e mëtejshëm, sepse gjitha kjo shkon paralelisht me hapat që Mali i Zi po bën drejt Bashkimit Evropian. Ne duhet ta kuptojmë se kufijt nuk janë vetëm çështje vetëm Malit të Zi me Shqipërinë, por nesër do të jenë edhe kufijt e cilët lidhin Bashkimin Evropian me një vend tjetër. Kështu që do të shohim se si do të jetë edhe pëlqimi i faktorit evropian lidhur në këtë drejtim dhe se sa janë ato të hapur dhe sa janë ato bashkëpunëtor për ta ndihmuar që ky proces të kalojë sa më shpejt. Çobaj nënvizoi se paralelisht po ecin edhe procedurat për rrugën Katërkollë-Ostros, për të cilën të gjitha procedurat administrative kanë përfunduar dhe tashmë pritet vetëm fillimi i punimeve në terren. Sipas tij, pa përmirësimin e këtyre dy akseve rrugore, nuk mund të mendohet hapja pikës kufitare Skje-Zogaj. Normalisht që pa realizuar këtë rrugë, ndërtimin e kësaj rruge, nuk është kuptueshme që të hapet pika kufitare Skje-Zogaj, sepse në rruga aktuale që lidh Katërkollën me Ostros nuk është në gjendje të mirë dhe procedurat për këtë rrugë kanë përfunduar të gjitha, ajo vetëm pritet që të fillohen punët. Kjo varet nga dinamika që ka parashikuar fituesi i tenderit, se kur do të fillojnë edhe në çfarë mënyre. Disa punime përgatitore ato vetë që kanë kryer, por normalisht ende nuk kanë dalë në terren, pritet që edhe kjo të ndodhë. Kur të përfundohet kjo rrugë,
atëherë mendoj se janë plotësohen të gjitha kushtet që zona e Krajës të lidhet edhe me komunën e Ulqinit, edhe me Shkodrën, të lidhet me një infrastrukturë ashtu si duhet ta ketë. Ai theksoi se procesi i hapjes së kufirit nuk varet vetëm nga Mali i Zi dhe Shqipëria, por edhe nga standardet që do të kërkohen nga Bashkimi Evropian, duke pasur parasysh aspiratën e Malit të Zi për anëtarësim. Megjithatë, Çoba ju shpreh optimist se projekti do të realizohet pasi në periudhën e fundit janë intensifikuar kontaktet dhe takimet ndërmjet komisioneve të përbashkëta të dy vendeve. Normalisht që nuk mund të kufirit hapur pa u plotësuar kushtet infrastrukturore administrative nga të dyja palët. Nuk është një kufi i thjeshtë ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë, sepse pritet që Mali i Zi së shpejti të jetë anëtar e Bashkimit Evropian. Kështu që në atë moment një kufi si në Skjerë Zogaj nuk është me kufi Shqipëri Mali i Zi, por është kufi Shqipëri Bashkim Evropian. Dhe ky kufi pastaj duhet të plotësoj disa kritere të cilat në momentin aktual nuk janë të nevojshëm, edhe jo vetëm ky kufi, por edhe kufiri aktual që është në Sukubin, edhe ai duhet që të rikonstruktohet, që të zgjerohet. Pastaj i kemi kufit e tjerë që lidhin Malin e Zi me Shqipëri, që lidhin me Serbi, me Bosnjë-Hercegovinë, të cilët po ashtu në atë moment që Mali i Zi hyn në Bashkimin Evropian duhet të psojnë ndryshime në mënyrë që të plotësojnë kushtet. Dhe si do të jetë qasja e Bashkimit Evropian në këtë drejtim mbetet për tu parë, ato ndoshta do të kërkojnë që disa prej këtyre pikave kufitare ndoshta do të mbyllen, disa që të rindërtohen, të kenë sigurime të madhe, të zgjerohen, kështu që kjo është një procedurë që kërkon kohë, nuk varet shumë, vetëm nuk varet edhe nga Mali i Zi, por jo vetëm, varet edhe nga pala shqiptare se si do të sa janë ato të afër drejt asaj, pastaj Bashkimi Evropian, cilat do të jenë kritere që ato do të vendosin, është një procedurë që do të kërkojë pak kohë, por mendoj se me hyrjen e Malit të Zi në Bashkimin Evropian do të krijohen kushtet që edhe Shqipëria, një të ardhme të afërt, të jetë po ashtu pjesë e Bashkimit Evropian dhe që ndoshta nevoja për këtë kufi të mos jetë e nevojshme. Sipas tij, përfituesi më i madh nga këto investime do të jetë rajoni i Krajës, i cili ka potencial të konsiderueshëm turistik, por që prej vitesh është përballur me mungesë të infrastrukturës moderne. Unë mendoj se për momentin hapja pikës kufitare Skjerë Zogaj më së shumti i shkon në favor rajonit të Krajës, pjesës së Krajës, sepse Kraja është një zonë e cila është mbyllur, nuk ka një qasje infrastrukturore të mirë deri tani me zonat përreth. Por është një zonë që ka një potencial turistik dhe si e tillë mund të tërheqë vizitor në rast se ekziston një infrastrukturë e përshtatshme. Ne edhe sot jemi dëshmitar që ka të interesuar për të udhëtuar drejt Krajës, janë entuziast që udhëtojnë me bicikleta, me motor, ato që preferojnë kampingun, shëtitjet buzliqenit, natyren, por që duke mos pasur një infrastrukturë të duhur, atëherë ky numër nuk është në atë nivel që duhet. Nëse Kraja lidhet edhe me Shkodër, lidhet me Ulqin, me një rrugë të mirë, e pastaj edhe me Virpazar me një rrugë që po ashtu planifikohet të ndërtohet, atëherë normalisht që kjo zonë përfiton dukshëm nga qarkullimi turistik. Po si ishte qasja e shtetit fqin për hapjen e kësaj pike kufitare? Shqipëria gjithmonë ka qenë e gatshme që të jap kontributin e vet në drejtim. Kontaktet e para që kanë ekzistuar që para 12-13 viteve, ato kanë qenë të parët ndoshta që e kanë shtyrë atë projekt më shumë se ana malazeze, por normalisht që për ta kryer, për ta bërë të mundur një projekt të tillë, nuk mjafton vetëm një palë, duhet që të përputhen interesat e dyja palëve. Mali i Zi në fillim ishte shumë brapa në këtë drejtim, pastaj kohët të fundit është bërë një përparim pak më i madh, edhe është arritur deri në atë që të formohen komisionet edhe të rifillojnë punën, se komisionet e para u filluan që në vitin 2018, por pastaj erdhi një periudhë stagnimi, tashti ato përsëri kanë filluar aktivitetet e veta,
Dhe besoj se me këto procedure që janë vendosur në rend, mendoj që kjo është një projekt që do të realizohet, por si të ardhmë të afërt. Kjo nuk mund të parashikohet sepse si thash nuk do të varet më as nga Mali i Zi, as nga Shqipëria, por do të varet edhe nga interesi i Bashkimit Evropian. Sepse është një zonë kufitare e cila nesër mund të bëhet kufiri i Bashkimit Evropian, jo vetëm kufiri i Malit të Zi. Ndërtimi i rrugëve dhe hapja pikës kufitare do të krijonin kushte më të mira për zhvillimin ekonomik, turizmin dhe lidhjen më të shpejtë të zonës së krajës me Ulqinin, Shkodrën dhe rajonet përreth.